përkthimi dhe që stenografi të zbardhë të gjithë dëshminë tuaj siç duhet. Ju faleminderit. Do të fillojmë disa pyetje për të shkuarën tuaj. Se kush jeni ju? Së pari, sikurse keni thënë deklaratën tuaj, ju keni përfunduar studimet në West Point në 1966, keni qenë një nga nxënësit më të shkëlqyer të klasës tuaj dhe më pas ju u bët një shkollar në Oxford apo jo? Përgjigje po. Më pas shkuat në ushtrinë për 34 vjet në ushtrinë e Shtetet Bashkuara, ku keni qenë general me 4 yje, më pas keni qenë komandanti suprem i forcave aleate në Evropë apo jo? Përgjigje po. Pyetje, keni qenë ashtu kreu i komandës të Shteteve Bashkuara në Evropë apo jo? Përgjigje po. Pyetje, keni qenë komandanti për Evropën nga 1997 deri në vitin 2000 apo jo? Përgjigje po. Në deklaratën tuaj thoni se para kësaj keni qenë negociatori kryesor për marrëveshjen e paqes në Dayton në 1995, në cilësinë e drejtorit për planifikim strategjik dhe politik në Pentagon. Mund na tregoni çfarë detyra është ka drejtori i planifikimit strategjik dhe politikave? Përgjigje, kam qenë përgjegjës për politikat ushtarake të SBA-s dhe strategji në gjithë botën. Pra, gjatë kohës time, kemi pasur probleme me Saddam Husseinin, gjatë punës time në Irak, kemi pasur krizën e drogës, kemi pasur luftën që vazhdonte në Bosnjë, kemi pasur krizën me Koren, ku gati filloi një luftë në Kore dhe kështu me radhë. Po ashtu, do duhet të rishkruanim strategjinë ushtarake të Amerikës. Pas luftës së ftohtë, ne nuk kishim një strategji ushtarake, kështu që nga 1994 ne filluam të shkruanim një strategji të re, dhe më pas u rishikua kjo pas vitit 2000. Faleminderit. Në deklaratën tuaj, paragrafin 5 thoni që gjatë negociatave të Daytonit në 1995 ju përmendët se kishit dieni se presidenti George Bush kishte dhënë një paralajmërim të ashtu quajtur paralajmërimi i Krishtlindjes. Na sqaroni çfarë është? Përgjigje. Fillimisht, kur filluam negociatat, unë nuk kam qenë dieni të këtij paralajmërimi dhe diplomatët e dinin në fakt këtë gjë. Po publiku në përgjithësi dhe ne që punonim në ushtri, që kishim që të dislokuar në vendet të tjera në dhjetor të 92-shit, nuk kishim dieni për shkak të dhunës që ishte shënjestruar ndaj popullatës shqiptare nga policia serbe dhe nga MUP në veçanti brenda Kosovës. Presidenti Bush, pra George H. Bush, ju drejtua Miloševićit dhe i tha që do ta ndalonte menjëherë dhunën ose përndryshe SBA-ja do të kundërpërgjigjej. Ishte një referencë që përdorej nga forcat ushtarake për të ndaluar represionin, dhunën ndaj shqiptarëve të Kosovës, që ishin në fakt shumica e popullsisë në Kosovë. Pyetje, ju ashtu thatë që ju e kontaktuat Miloševićin në Dayton dhe trajtuat çështjen e trajtimit të tij të shqiptarëve të Kosovës dhe ai tha se nuk donte të fliste për këtë aspekt, apo jo? Përgjigje, unë dhe Richard Holbrooke e kontaktuam dhe ai tha nuk do të flas për këtë. Është shteti im, problemi im. Refuzoi të fliste për këtë temë. Nuk përpoqëm shumë se një herë në fakt. Ne e dinim që ishte e rrezikshme kjo gjë. E dinim që atje kishte vështirësi, po ai nuk donte të fliste për këtë gjë. Mishatiç në rregull. Në paragrafin 6 të deklaratës suaj thoni se filloni të fokusoheshit në Kosovë në 6 muajin e parë të 98-s, kur morët raportime për sulmin e serbe ndaj familjes Jashari në Kosovë. Çfarë keni parë ju? Përgjigje, unë shkova në Maqedoni, më duket se kanë qenë ditët e para të marsit, isha në Maqedoni, kishte një task force amerikane të vendosur në Maqedoni, që ishte vendosur para disa vitesh për të qëndruar në kufirin mes Serbisë dhe Maqedonisë. Quhet task forca Able Century. Unë nuk kisha qenë asnjëherë atje, shkova ta inspektoja, kisha qenë komandanti i kësaj
pike për rreth 6 muaj, 7 muaj, shkova atje, me njëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill konkretisht, dhe më thot, duhet të flisni me njëherë me presidentin Gligorov të Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja Jasharve, kishte shqetësime për këtë gjë. Po kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më spjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak kësaj. Kjo vrasje do të nxjisë një konflikt. Ai më tha, shqiptarët do të kundër përgjigjen. Nuk do ta pranojnë këtë gjë ndodhi. Shqiptarët do të rezistojnë, do të kundër përgjigjen kësaj vrasjeje. Mishetić, i lutem sekretarit seancës të nxjerrë në ekran provën materiale 1D00430. And let me just say, I had Generali Clark. Unë e njihja presidentin Gligorov që prej periudhës së Daytonit. Ishim takuar disa herë me të në Shkup. Gligorovi ishte një person i arsimuar, kishte studiuar në Universitetin e Beogradit në 1939, fliste anglisht, gjermanisht, serbisht, frëngjisht, ishte shkollar i vjetër me përvojë dhe ishte një person që kuptonte shumë thjesht situatën. Qoftë si pjesëmarrës, qoftë si vëzhgues, dhe ai po kuptonte se çfarë po ndodhte në Evropën juglindore. Prandaj për mua ishte një person i besueshëm, edhe unë e mora seriozisht ato që më tha. Mishetić, kemi në ekran deklaratën tuaj. Do doja të shihnim paragrafin 7 të deklaratës suaj. General, in this part, General, në këtë pjesë të deklaratës suaj, flisni për faktin që pas kësaj, pas ngjarjes së familjes Jashari, përgjigje, nuk ju dëgjoj mirë, ju lutem ngrini zërin. Mishetić, në paragrafin 7, ju flisni që thoni që pasi u takua presidentin Gligorov të Maqedonisë, fillua të përgatisni një plan veprimi, më falni. Çfarë ishte ky plan veprimi? Pse përcaktua këtë plan veprimi? Përgjigje. Pasi u takuam presidentin Gligorov, kontaktova më njëherë Pentagonin. Të njoftoja Pentagonin dhe personelin përkatës atje dhe t'i paralajmëroja që Miloševići do të krijonte një konflikt të ri, do të çelte një konflikt të ri dhe u sugjerova që mbase duhej përsëritur paralajmërimi i ashtu quajtur i Krishtlindjes i 92-shit. Në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara thanë dhe NATO-ja thanë, po ne s'kemi asnjë politikë për Kosovën. Dhe gjatë periudhës mars-prill 98, sulmet serbe ndaj popullatës në Kosovë u rritën gjithnjë më shumë. U përshkallëzuan deri në pikën sa ministrat e jashtëm filluan të flisnin me sekretarin e Shtetit Amerikane për këtë problem. Dhe u mendoja se e dija se ç'duhej bërë në këto kushte. Po sipas procedurave të NATO-s, nuk kishim asnjë autoritet pa pasur udhëzime politike. S'kishte plane konkrete. Fola me sekretarin amerikane të shtetit për këtë, nuk kam folur me asnjë ministër të jashtëm për këtë çështje, më udhëzuan Shtetet e Bashkuara të mos flise me askënd tjetër. Por mendoj se ajo që ndodhi, nëse më kujtohet tamam, është që takimet ministeriale në pranver mbase maj 98-s më kërkuan atje të përgatisja një plan. Nuk e dia kanë qenë ministrat e jashtëm apo ministrat e mbrojtjes. Po aty lindi udhëzimi që të përgatitej një plan. Në paragrafin 7 ju thoni që në këtë plan përfshihet gjithashtu edhe një udhër aktivizime. Përgjigje. Kur je pjesë e NATO-s, zinxhiri komandës është dyfisht. Nga njëra anë, unë raportoja komisionit të ushtrisë, por gjithashtu edhe sekretarit përgjithshëm, por në të njëjtën anë i referoja punën time edhe ministrave të mbrojtjes. Për shembull, unë u ktheva te kryesia e shefave të përbashkët dhe ju shpjegova se cilat ishin opsionet, çfarë mund bëja. Dhe
Gjithashtu mora lejen e tij që të mund të flisja me shtëpinë e bardhë lidhur me këtë çështje, kështu që vijova më tej duke biseduar me shtëpinë e bardhë. Në atë moment filloi që të zhvillohej plani. Pra së pari më duhej që të merrja lejen nga Shtetet e Bashkuara për të hartuar një plan të NATO-s, sepse i takonte që shumë asete, shumë zëra të Shtetit e Bashkuara do të ishin pjesë e këtij plani. Pra, filloi me një ide që do të demonstronte kompetencën dhe fuqinë e Shteteve të Bashkuara për të vijuar me sulmet mbi Serbinë. Dhe kishte një lloj zhvillimi, nëse ky spastrim do të vazhdonte më tej, atëherë i takonte që ne do të vazhdonim me fushatat bombarduese në Kosovë, dhe në qoftë se Miloševići pra nuk do të binte, aty do të vazhdonin me bombardimet në Serbi. Dhe në qoftë se as kjo nuk do funksiononte, kishin dhe opsione për të shkuar në rrugë toksore. Mënyra se si hartova unë këtë plan ishte e tillë. Kur kisha biseduar me Miloševićin në Dayton, dhe me të në fakt kam folur disa herë gjatë Daytonit. Ndonjëherë ka ndodhur që të ketë qenë edhe dikush tjetër, të ketë qenë delegacioni, ose ndonjëherë kam biseduar edhe vetëm për vetëm me të në udhëzimin e Richard Holbrooke. Në një prej takimeve që kam pasur me të, ai më tha: "Ne, serbët, nuk kemi asnjë shans kundër NATO-s, sepse jeni NATO, jeni shumë fuqishëm e të tjerë. Dhe ai po ankohej, domethënë për këtë situatë. Por unë e dija që ai ishte disi në thonjse friksuar sa i takon fushatave ajrore të NATO-s." Pyetje, faleminderit general. Në periudhën 98, a keni qenë tërësisht i përfshirë në ato çka ka ndodhur në Kosovë? Përgjigje po. Ka qenë një periudhë e dhimbshme, sepse më kujtohet në një pikë një brigadier nga ushtria shqiptare erdhi për të takuar me mua. Ai më tha: "Shikoni se cila është situata në Kosovë", ndërkohë që ne shikonim se cila ishte rrethana, sepse në fakt po hidhnin portaja, bomba dhe po luftonin të gjitha format e mushme në fshatrat shqiptar. Dhe flitet për të njëjtin person, flitet për të njëjtin proces. Pyetje, faleminderit general. Tani le të shohim bashkërisht paragrafin 9 të deklaratës. Këtu, general, ju thoni që në verën edhe në fillimin e vjeshtës të 98-s, sulmet mbi shqiptarët e Kosovës nga serbët u intensifikuan. Dhe kjo çoi në shqiptarët e Kosovës u larguan nga shtëpitë e tyre, duke shkuar fillimisht në fshatrat aty afër dhe më pas në përvjeshk. Ndërkohë, në paragraf 10 ju thoni se cili ishte përfundimi i marrëveshjes ndërmjet Holbrookut dhe Miloševićit. Do ky sekretari kaloi më poshtë në tekst për të lexuar tekstin. Pyetja e parë që kam për ju është kjo: a ju kujtohet qëllimi i përgjithshëm dhe kushtet e përgjithshme të kontratës së tetorit me Miloševićin?